Edhe njëherë përshëndetje, jemi në pjesën e dytë të emisionit, sot është 22 dhjetor, është dita e protestës madhe të Partisë Demokratike, dita e fillimit të fundit të Edi Ramës. Disa herë ka filluar faktikisht të bjerë Edi Rama, por ka ndodhur ngjarje ndryshme për drejt që ka ngelur. Shpresojmë që kjo të jetë e fundit fare. Pra mos jetë e fundit, po pastaj fillojmë prapë nga fillimi, fundin. Ne do të merrem me hallet dhe problemet të ditës, po dhe me qeverinë. Kristiano, kam shumë dëshirë të shoh këtë lajmin e Vengut. Vengu është ministri i mbrojtjes. Në Pashaliman synojmë prodhimin e anijeve luftarake të tarë. Dhe mua pëlqen shumë që Shqipëria të jetë një prodhues armësh, prodhues armatimi, prodhues i industrisë së luftës. Është që shumë e mirë, tregon fuqi, tregon burrëri, tregon një shtet aktiv. Po çështja është që ne thjesht do i prodhojmë për bukuri, apo Shqipëria ka një sistem mbrojtje. Pse? Sepse kur filloi të flitet, pastaj të bërtitet, pastaj të merren dhe masa faktikisht për një sulm të mundshëm rus, ndoshta edhe për një luftë bërthamore, Shqipëria ishte nga ato vende që s'kishte as patanie, jo strehime më. Mendoni në rast bombardimesh ne nuk kemi strehim, s'kemi ku futemi. Dhe në qoftë se Shqipëria synon të prodhojë mjete lufte, që do të thotë që mundet edhe të jetë pjesë e një lufte, Shqipëria ka zero sistem mbrojtje. Kjo është, pra Vengu do t'i thoja, nëse ne prodhojmë ose synojmë prodhimin e mjeteve luftarake në bodrumet e atyre pallateve shumë të larta, sikur ndërtoheshin dhe strehime, nuk do të keq. Jo për të gjithë, por më të mirët strehohen. Natyrisht mund të ketë në Surrel për udhëheqjen. Po flas kush do t'i shërbej? Se ja shpëtoi Edi Rama, po kush do t'i shërbej? Them edhe për ne, yzme qarë të ketë në një zgëqe këtu. Nëse vazhdojmë me hallet dhe problemet, është vit i ri, pas 10 ditësh vjen vit i ri. Seko, që nuk është reklam. Seko është guvernatori i bankës, ushqimet dhe qirat ndikuan në rënien e inflacionit. Do të thotë, dy gjëra që janë jetike, ushqimet dhe qirat, ndikuan në rënien e inflacionit. Shqiptarët e shtrënguar rripi, shtrënguar dhe qirat nuk kanë ku shkojnë më se 400.000 lekë është rroga minimale, 500.000 është qiraja minimale, sa ty është në Tiranë, i bie jemi 100.000 lekë minus në muaj, pa drita ujë e këto gjërat e tjera, dhe pa ngrënë. Kështu që i ka rënë në kokë ky zotëria. Po puna është shumë mirë, i gjen këto probleme, por nuk reagon qeveria. Dhe problemi është që në këtë diferencë që thash unë, mes asaj që marrin në Tiranë minimalisht dhe atë qira që është minimale në Tiranë, sa është diferenca? Është po themi 60% e një pensioni. I gjatë i pensionit dhe i ilaçet. Çfarë them? Kështu që ne kemi një ekonomi të çuditshme për cilën prandaj them unë duhet përmbysur sistemi. Duhet përmbysur sistemi që ka uzurpuar sistemin ton të ekonomisë liberale të tregut dhe sistemit të drejtave. Ma hiq pak, jemi në protesta, do të ndodhe, jeni sigurt. Euro dhe dollari humbin terren në këmbim me lekun. Këtë nuk e shpjegon Seko. Pa, qepët e domatet i di guvernatori i bankës. Pyetjes, si ka mundësi një ekonomi që nuk është prodhuese, një ekonomi që nuk ka ndonjë valutë, pra nuk është se Shqipëria operon me jenin, edhe jeni e thyn mes euro. Shqipëria ka lekun, një monedhë shumë të lodhur. Shqipëria nuk ka prodhim vendi, bile edhe ashashin që e kishte nuk e ka më. Si shpjegohet që euro dhe dollari humbin terren akoma me lekun? Një gjë është, të cilën nuk na shpjegon dot as guvernatori i bankës, po as Edi Rama nuk merr përsipër të na shpjegoj. Ama na kishte shpjeguar një deputete e opozitës që ishte gati çerek miliardi euro humbje pikërisht nga këto lojrat me monedhën. Çfarë ndodh? Ndodh që Shqipëria është një ekonomi informale, por kjo ekonomi ose oligarki e cila dikton gjithçka. E kuptoni fjalën oligarki? Gjithë pushtetet në pakduar. Do flasun avash, do shah mas 15 vjet do ta kuptoni dhe kur ta ndjeni. Se sot oligarki thoni njerëzve me lek. Për shembull, ka Kristi 2-3 biznese, jo ka 3, jo oficinë, jo këtu televizion, i thon oligark në lagje. Kristit. Nuk është Kristi. Është i pasur, po jo oligark. Eqip. Kristi mos ofendo. Euro Agro Albania 2025-2030, një 5 vjeçar brillant.
platformë e re për asistencën e fermerëve. E unë kur dëgjoj fjalën fermer, me thënë të drejtën në Shqipëri, ngre supet edhe sytë se unë në Shqipëri di fshatar. Fermer do të kesh një hapësirë shumë të madhe toke. Këtu vazhdojnë akoma me 7501 shumica. 2, duhet kesh makineri bujësore. Unë kam takuar fermer francez për shembull, që kishte shumë hektar, shumë makineri, dhe kishte vetëm gruan me cilën punonte. E kishte të industrializuar këtë punë. Kurse në Shqipëri punojnë fermerët, fshatarët, që mos i themi fermer kot, vinë grumbulluesit, i marrin produktet, i shesin jashtë dhe vendosin çmimin sa duan. Dhe këta rinë me gisht në gojë. Ama tani në kushtet e asaj që quhet integrimin BE, futja në BE, hapja kapitujve, ka filluar këto propagandat e këtij tipi që platformë e re për asistencën e fermerëve. Fermerët po nuk u bashkuan, gjë e parë, po su bashkuan nuk kanë gjë në torë. Iku, këtu fillon dhe këtu mbaron. E dyta, kjo platformë e re është shumë evazive në raport me kush i merr parat dhe si është organizuar skema e prodhimit dhe grumbullimit në bujqësi. Të jam themun, janë disa koka, këta janë oligark, edhe shkoni thonë fermerit, nani farë shalqini mbilleni, po s'kemi lek për ta, s'ka gjë, zbrisim nga produkti final. Shkojnë fund fare, thotë, shalqini thotë me 10 lek kilen. O, i thonë ata lirë, mirë mbaje, shite vetë. Po na e merë, mirë hajde bjerë, nani leket. Dhe fshatari, që ne e quajmë fermer, është sklav në tokë të vetë për llogaritë të këtyre skemave. Tjetër, fermeri janë ata në Greqi, fermeri janë ata në Francë. Begaj, jo mire kishe, Begaj më presidenti Republikës në Puk. Është quar presidenti i vendit, ka shkuar në Puk. Çfarë ka thënë Pukjanëve? Turizmi, bujqësia dhe artizanati potencial për zhvillim të qëndrueshëm. Fjalë të arta, fjalë të një presidenti. Presidenti, me thonë të drejtën, ky kishte për të folur. Kaloi ligji për barazinë gjinore, një ligj që mobilizoi forcat e shëndosha të shoqërisë, natyrisht dhe ato jo të shëndosha, në drejtimin e kundërt. Ata donin që të kalonte ligji, këta nuk donin që të kaloni, ose ne nuk donim që të kalonte ligji agitacion e propagandës dhe tredhjes së fëmijëve. Gjithsesi, kaloi në parlament dhe ne bëm thirrje zotit Bajram Bega. O zotri, tregoj që je burr, nuk ka rëndësi burr shteti është shumë, burr. Mos e kalo. Natyrisht do kthehet në parlament dhe bëj punën e vet, po ti mos e kalo. Ligji kaloi përmes heshtjes së presidentit të Republikës. Tani ky burr kaq i heshtur, për gjëra kaq madhore, shkon në Puk, në Pukën e zbrasur. Në Pukën me burime shumë të kufizuara dhe ju thot Pukjanëve, turizmi, bujqësia dhe artizanati thot potencial për zhvillim të qëndrueshëm. Fjalë të arta të një presidenti, s'ke që thua. Ecin. Rama risi me 100 milion euro mbështetjen për bujqësinë. Ju thash, është çështja e kapitujve, çështja e BE-s, çështja e këtyre konferencave që ndodhin, dhe Edi Rama ja ku ke 100 milion euro mbështetje për bujqësinë. Po çdo më thonë, kush i merr në dorë ato para? Dhe si përkthehen, për shembull, që në tregun shqiptar mos ketë ushqime me pesticide. Mos ketë mallra që në 2 kg të kesh 3 kg kalpsir, mandarina. Që mos kesh lloj gjërash. Këto 100 milionët nuk thonë asgjë. Dhe nëse do të shikoni Greqinë ngjitur, apo do të vazhdoni në Europë, Francë, Bruksel, do të shikoni që fermerët janë ngritur për gjëra shumë më të vogla. Ndërkohë, keni parë ndonjë protestë të fermerëve në Shqipëri? Me që përmendet ky termi fermer këtore, se edhe unë kisha harruar. Ecin do shkojnë pikërisht në Greqi. Fermerët vazhdojnë protestat me traktorë në autostradat kombëtare. Jo se në Shqipëri kanë një tezë, ose e kanë bërë ligj. S'mund bllokosh rrugët thotë. Protesto, nuk ka problem. Po protesto në trotuar. Këta olale kanë javë që i kanë marrë traktor, kombajna, çfarë kanë mjete, dhe dalin këta, bllokojnë qarkullimin në kujt teket, pse se kërkojnë të drejtat e tyre. Këta kanë sistem. Për fatin e tyre të mirë. Ne s'kemi sistem. Ne kemi regjim i cili do të protestojmë valla.
Po protest, i thonë Adriatic Lapojt nuk duhet bërë zhurmë, i thonë. Nuk duhet bllokuar rruga. Nuk duhet mjete, siç nuk i lën çadra. Pra, protest, ti duhet dash. Kjo është protesta që lejon regjimin në Shqipëri. Kurse këta nuk pyesin, kanë nxjerr traktor, buldozer, kombajna, çfarë tjetër? Në Francë kishin nxjerrë me ndër makinat e pleut, kishin mbushur me bajga lope dhe kishin lyer institucionet në Paris, mes Parisit. Të kam ashtusur, domethënë, qeverinë, do të thotë ajo. Kjo është protest, ky është popull. Smart City, please. Rama, nuk ky është sistem kamerash, do të jap policisë së shtetit syri magjik. Më pëlqeu dhe një gjë që e dëgjova gjatë lajmit këtu në Top Channel, që thuaj nuk do të ketë më makina që do ikin pas atentateve. Pra do të thotë Smart City tashmë do kontrollojnë rrugët. Kriminali mund, se ndodh dhe në Amerikë që ka krime. Ndodh edhe në Amerikë vrasje. Po ndodh në Amerikë që ikën, në Shqipëri nuk do të ndodh më. Do të jetë syri magjik i shtetit. Pra shteti Big Brotheri, që ka 2 satelit me paret tona, që ka dron bajraktar dhe dron të tjerë, për cilët thotë që do kontrollojë çdo centimetër të hapësirës shqiptare. Në mes, pra në aeroport, në vendin më të survejuar, ndodh një atentat i bujshëm dhe s'kemi ende emra. Pa le të jenë kapur autorët. Po tani me Smart City, ku do ketë kamera në çdo qoshe, ne kam filluar, kemi njerëz edhe në rrethin ton që kanë probleme me memori. Hiç mos u trëmni. Ta gjen policia në sekond. Kjo kërkon thot, babajn, hap kamerë, ja ku e ke duke ecur. Thotë, mund ta gjesh Buzlanës, mund ta gjesh Mbathor, mund ta gjesh në Tufin, mund ta gjesh në të vendi atentatit, tashmë e tutje. Ma kaloj çik lajmin tjetër të lutem. Rama, Smart City në ndihmë të gjithë punonjësve të ndershëm të policisë. Dhe këtu më pëlqeu një ngjyrim. Atë shëja ka shkuar nga Budalliku, sepse i marrin këto të Ramës edhe i marrin po kjo punonjësve të ndershëm të policisë. Mënyra se si është bërë lajmi faktikisht duket sigur në policinë e pandershme, dhe kjo është e vërtet. Smart City është në ndihmë të ndershëmve, pra një grup i vogël. Po edhe sikur po e përmbysim. Ka shumë të ndershëm polici dhe pak të pandershëm, prap nuk qëndron, ose nuk duhet të qëndronte. Pse s'duhet të qëndronte? Se s'mund ta pranoj policia, s'mund të pranoj kryeministi që polici ka të pandershëm, do thotë që nuk ka bërë reformën, dhe nëse në polici ka një hije të vogël dyshimi mbi ndershmërinë ose jo të policisë, ai sistem është i dështuar. Nga ana tjetër, po marrim se ka një grup fare të vogël. Por me Smart City edhe ata do të jenë të ndihmuar nga Smart City. Pra siç policia ndershëm është duke parë, duke survejuar çfarë ndodh para kamera, pjesa e pandershme do të çojë para kamerave dhe do të bëjë punën e vet, ndaç për të shpëtuar kriminal, ndaç për të ndërtuar punën e tyre kriminale. O Ramos i ka ecur siç i ecën shpesh gjua para mendjes, ose këta të shkretët ngatrohen e poreshta sepse janë më të zellshëm se ç'duhet edhe kanë më nderosur. Tani duhet të nxjerr një lajm për një motiv shumë të thjeshtë. SBA San Francisco në errësirë. Rreth 130.000 banor pa energji elektrike. Pse e kemi ne këtë? Sepse mas sa kohësh do të ndodhi që një natë mos kemi drita, edhe 2-3. Dhe të dalë qeveria thoj, ore ka ndodhur në Amerikë, mo burrat e dheu, po bëjnë filma për këtë, mo burrat e dheu. Ore një natë ndoj të turdho. Në San Francisco 130.000 banor pa drita dhe është e drejtë. Halli që kur në San Francisco ngelin 130.000 banor pa drita, bëhet lajm botror. Kur në Shqipëri ikin dritat dhe iknin dritat pa hesap, nuk bëhesh as lajm kombëtar më. Kjo është diferenca. Dhe natyrisht që në San Francisco ka edhe dëmshpërblim kur ndodh një gjë e tillë. Në Shqipëri ta fusin te sahati prap. Edhe një gjë kishon me që jemi në Amerikë, të fundit Cristiano. Kemi lajmin Bushati, pra ambasadori ynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takon sekretarin amerikan të shtetit Rubio, e fton të vizitojë Shqipërinë. Atë shëja ka bërë një super lajm propagandistik.
ambasadorin e ka ftuar ministrin e jashtëm, edhe ka thënë, keqen Xhaxhi nuk i ka kthyer përgjigje. Dhe lajmi faktikisht nuk është korrekt, sepse ky bëhet lajm kur tjetri pranon ftesën. Fakti që ai se ka pranuar, lajmi duhet të ishte Rubio nuk pranon ftesën e ambasadorit shqiptar për të ardhur në Shqipëri. Nuk e ka refuzuar, po se ka pranuar. Pra, Bushati takon sekretarin e Rubion e fton të vizitojë Shqipërinë. E lexova lajmin, jo vetëm në atë shë. Rubio nuk e ka as konfirmuar, as kthyer përgjigje. Pra, Rubio nuk pranon të vizitojë Shqipërinë. Ky do të ishte lajmi. Mësoj kolegët e atë shësore. Se edhe kam qenë televizion publik dikur, kohën e Saliut, po ishte goxha më profesional, më bëfshat tëmën, se sa që është ky sot. Miq nderuar, edhe për këtë fundjavë, fillim javë, fund vit si bie, e bëm emisionin. Javën tjetër kësmet. Gëzuar Krishtinët se i kemi para, për vitin e ri javën tjetër. Garmir Shkurti, Kristiano Xhanari dhe Anç Taravari, natën e mirë, gëzuar.